Aksioni politik ku po përqendrohet. Dhe dua që kam patur disa politikanë të ftuar para te dhe i kam pyetur, edhe për ty, kam pyetur për Salianin, për gjithë. Dhe gjithë më thonë që duke sikur lapa po shkon drejt zotit Berisha. Si është e vërteta? Kjo nuk është fare e vërtet. Domethënë, në rrugëtimin tim, modestisht e them që unë nuk është se jam marrë me kundërshtarët. Unë merrem me idet. Merret me vizionin që ne kemi dhe jam hasur gjithmonë me këto qasje. Njerë më thonë je i Ramës, pastaj më thonë je i Berishës, pastaj i Sorosit. Çdo gjë. Fakti ka treguar që për shembull te ngjarja e fundit në KAS u bën bashk përfaqësuesit e Berishës dhe të Ramës dhe votuan 15-0 kundër meje. Ndërkohë që një parti tjetër për të njëjtin hall mbajtën një standard tjetër, apo s'është kështu? Kështu që është apo s'është, se nuk ma the. E drejtë. Kështu që në këtë drejtim koha më ka dhënë gjithmonë të drejtë. Jo, nuk jam duke shkuar as drejt dikujt e as dikujt tjetër. Jemi duke folur për sistemin zgjedhor dhe unë mund të ta shpjegoj me gjithë qetësinë e mundshme. Do ndalemi edhe atje, po dua që ta marr nga makro pastaj futemi në detajet e tjera. Ka nevojë një parti e re në Shqipëri, me potencial, edhe me rezultate të larta në zgjedhjet e kaluara parlamentare, për ombrellën e një partie të madhe, apo jo? Jo, ne aspirojmë dhe jam i bindur që do të bëhemi një parti e madhe. Ne jemi këtu për parimet dhe për atë që besojmë se është e drejta. Shiko, për ta tharë kënetën, nuk e than dot pa i futur duart edhe pa kapur një kazma, një lopat. Nuk mund të rish i bardh tërkohës, ndërkohë që pretendon të thash atë kënetën që mushkonja të mos të shkaktojë atë malarjen e tmerrshme, Pra në këtë kuptim sigurisht që kjo është një betejë që të lë dhe shenja, të lë dhe gjurmë. Deri diku tenton të bëj pis, por dy rruga, ose do synojmë të ruajmë atë pastërtinë në imazh totalisht dhe nuk do angazhohemi fare në jetën publike, ose do përveshim mëngët dhe do luftojmë që ta ndryshojmë. Kjo është.